Mjalti është fryt I një harmonie të rrallë mes natyrës, bletëve dhe njeriut. Çdo pikë e tij bart në vete aromen e luleve, ngrohtësinë e diellit dhe mundin e palodhur të mira bletëve që për muaj të tërë mbledhin nektarin nga natyra. Këtë ditë në ekonominë familjare Suka Hani te familja Gurvokaj, po zhvillohet një nga fazat më të rëndësishme të sezonit, nxirrja e mjaltit. Pas muajsh për kujdesje ndaj koshereve, kontrollit të vazhdueshëm dhe kujdesit për shëndetin e bletëve, ka ardhur momenti kur frytet e gjithë këtij mundi po mbledhen dhe po paketohen për konsumatorët. Aktualisht kosheret e Suka Hani ndodhen në Koj dhe në Priftën, zona të njohura për natyrën e pasur dhe floren e larmishme, të cilat ndikojnë drejt për drejt në cilësinë dhe veçantinë e mjaltit. Pikrisht, pasuria natyrore e këtyre trevave I jep mjaltit aromen karakteristike dhe vlerat që bëjnë të kërkuar nga konsumatorët. Megjithatë, Anton Gurvokaj theksoi se kushtet klimatike të këtij viti kanë paraqitur sfida. Kushtet klimatike kanë ndikuar në bletët dhe në sasinë e nektarit që ato kanë mundur të mbledhin. Pavarësisht kësaj, fal përvojës dhe përkushtimit të familjes, është arritur të ruhet cilësia e produktit, e cila mbetet prioriteti kryesor. Që tash e ky korriz është myllum, do me thonë është gati për zirje. 70%, 80% e ka myll. Do me thonë, kur është 70-80% e myllum, atër muj mjalta mu zirë, se taman atër është pjek. Pas përfundimit të nxjerrjes së mjaltit, puna vazhdon. Një pjesë e koshereve do të zhvendosen drejt bjeshkëve, atje ku bletët do të gjejnë kullota të reja dhe kushte më të favorshme për vazhdimin e sezonit. Për familjen Gurvokaj, bletëria nuk është vetëm një veprimtari ekonomike. Ajo është një traditë familjare, një lidhje e veçantë me natyrën dhe një dëshmi se puna e durueshme dhe përkushtimi I përditshëm vazhdojnë të japin fryte të çmuara. Ashtu si çdo gjë më vlerë në jetë, edhe mjalti cilësor lind nga durimi, përkushtimi dhe puna e pandërprerë. Mirë se keni ardhë. Tash sot e kem bën nxjerrjen e mjaltës në fshatin Koj. Kem filluar se kanë në fshatin Priftën, po bashkë ka krejt pak mjalt, e tash në Koj diçka kanë më mirë. Si mjet tash kanë puna e mjaltës, punë shumë e mjalt pak në këto vese tona të malësisë. Po tash kem nis si që nxjerrim mjaltën edhe në Koje, në këto Priftënit tona I kam marrë, I kam si të ndjeshk. Tash sonte e bëjmë nxjerrjen e mjaltës në Koje. Sa të bëjmë nxjerrjen e mjaltës, I paketojmë blet edhe shkojmë në bjeshk, se atje tash ja ka nis ajo mjalta e bjeshkës. Në cilët zoni I keni aktualisht këto kosheret? Blet I kem në Priftën, fshatin Priftën edhe në Koje. Ato dy relacione këtu në Malësi. A është kjo periudha kryesore për nxjerrjen e mjaltit? Po tash ajo koha e nxjerrjes së mjaltës. Dhe si kuptoni se ato kornizat janë gati për të nxjerrë mjaltin?
Tash edhe sa do keni pale ju, kur e myll bleta atë korrizin, 70-80% atër është e gatshme mjalta për mu zirë. Pa me myll 70-80% nuk është mjalta e pjekund, nuk është e gatshme për me zirë. Edhe sa mjalt prisni, të thëmë? Si mjetë kem prit ma shumë, por nuk jem shumë të knaqëm. Në fshatin koj diçka ka ma mire në priftën. Çfarë mendoni se ka ndikuar? Çfarë ndikon në to? Tonë koha, klimat. Në fillim është kanë një kohë pak e thatë, atër kanë nisë pak të punojnë, por në atë kohë që është dasht me prunë bleta, atër kanë nalë. Edhe tash në atë kohë që duhet me prunë, ajo e ka hargjohë ushtimin e vetë. Edhe është ardhë një nivel që ka pa ardhë në zero, dhe më thonë, s'ka pa mjaltës për veti. Atër ka punua dikun një 10 ditë, 12 ditë, por ajo është dasht me mush vetën për me sigurua për veti, mjaltën poshtë, atër ka vazhdua naltë. Kur ka vazhdua naltë, atër ka nisë dhe këtu me nalë. Tash në koja ka diçka ma mirë. Ati kanë vazhdua pak ma shumë, edhe pak shumë, i grim ma të kënaqë mirë. Atëherë të mësojmë cilat janë hapat nga momenti kur hiqet korniza deri të mbushja e kavanozit. Procesi kur zjerët kornizi, e marrim me qelim atë mylljen e saj që e ka ma bleta, atër e vemën këtë mashinën këtu që është që e zjerë vetë, edhe atër vazhdojmë. Kur e zjerë ajo mjalta, atër e helim në këto që i kem këtu për mjalt, e prej asajat në kavanoz. Nga cilat bim kanë mbjellur nektarin bletët këtë vit? Si mjetë në priftën diçka ka punua medra, edhe ferkusja. E në koj kanë punua shumë, është një drunë e amel, i thonë, aty ka prunë mas shumëtit, diçka në sërshi tegërt, atër në ka edhe kartha, edhe tash presim diçka prej blinit, ka marrë diçka, por nuk jem shumë të knaqëm. A ka dallim në shije dhe në gjyrë nga viti në vit, mjalta? Po, normal. Doj vjetë që vjetë ka në priftën, kret pak kalla medra, ferkusja kret pak. Atër në kanë fut mram diku një temperaturë naltë. Sigurisht ajo ka mjalta që ka rap për kërë lantet. Se në atë lantë, kur bjena e mjaltë, aty e marrim. Aty i thonë, si loj medliket i thonë, që i bjenë në lantë. Edhe në atë kohë në ka zirë vjetë. Por tash ajo mjaltë o kristalizua ma parë se kjo tjetra. Se zakonisht kur merë ferkusja e medra, atër mjalta duron ma shumë e nuk kristalizohet. E vjetë veç ka marë prej asaj lantë, ma shumëtit, edhe ka nisë në kristalizuar ma parë. Por barabarshien e ka pa fort mirë. Atëherë sa i përket kristalizimit, kjo është që sa po the? Do më thonë, a i që din që është mjalta, do më thonë, mjalta organike duhet më kristalizua. E në varet prej sej, do më thonë, janë do lule që i kristalizohet ma shtirë, janë do lule që i kristalizohet vonon ma shumë më kristalizua. E në varet prej sej të mërë mjaltën. është të them kjo puna po periudha më bukur për një pletar gjatë vitit? Po, kjo është e pjesa kryesore e mjaltës që i presim tonë. Por tash nuk ka fort jetë e mirë, atër tash presim në bjesh kime vje me ka ma mirë. Dhe të them sa koshere me bletë keni gjithsej? Kem për krye 400 bletësh, koshere. Mirë, çfarë ndjeni kur shihni të them ato frytet e punës së bletëve të mundit tuaj? Si ndiheni do thotë që puna juaj do thotë e përcjellat mundin deri tek mjalta? A disë janë bletari, duhet me dash bletën. Një mos e dash bletën, nuk mush as të mjalta me ardhë. Do me thonë, kryesoren e kam me përcjell bletën, me pregadit bletën si lypet, atër normalisht se kuna jeta, kur ke mjalt mirë, normalisht se edhe qefin e ke më të madhë. Por kryesorja është me dash bletën, mundohem me dash sa ma fort, edhe pa me dash bletën asë muç me pa sukses në bletari. Ka vite që do thotë jeni të kyçur në bletari dhe është pikrisht kjo që ju motivon të vazhdoni të mbani gjallë, do të them edhe këtë profesion, këtë biznes, do thotë ajo dashuria për bletën. Tash 25 vjetë merrem me bletë, kompanisë ka pak ma shumë atër, e tash 5 vjetë merrna profesionalisht, që kem ba investimin shumë të madh për
mu marrë tamam me bën këtë punë që e kem pa për dëshirë, e kem bën biznes. Dhe sa janë në ndihmë në këto makineri që i shohim këtu, do të sa janë në ndihmë të punës suaj, sa ju ndihmojnë ato? Pa këto makineri ki mu zirë mjalta, po ki me bënua shumë. E këto janë diçka ma moderne, edhe e zirët ma shpejt. A ka ndryshuar çmimi i mjaltit në tre krahasor me vitet e kaluara? Për vjet është, nuk ka, i vjet 18, i vjet 20, si mjet e kem prunë vendimin që mjaltën tonë e paketojmë veç në këto tegla. Në këto tegla që janë 500 gramsh. Edhe këto 250. Edhe çmimi ka me ka më i naltë se tjera vjetë. Kjo tegla, kjo është ka me ka 13, e kjo ka me ka 10. Dhe sa ndikojnë kostot e prodhimit në çmimin përfundimtar të mjaltit? Tash harxhimet normalisht se ka, se për ditë duhet me dalën to, me investimet, na tash investimet e mlaj kem bo, por tash për vjet duhet dylla është ajo kryesorja, se ne përdorim i dyll organike, ajo dyll është shumë më shtë se tjerat, ajo është rreth 35 euro. Para tylla kem përkrahin e ministrisë dhe ne i kthejnë 60%. E tash harxhime ka, por jo aq shumë sa kur investojmë. Do me thënë, investimi i madh është madher tash. E tash janë ato harxhime, por normalisht se blohen ato harxhime. Dhe arrin ky çmimi aktual ti mbuloj ato shpenzimet që keni? Po. Mirë, po sa e vlerësojnë apo kërkojnë mjaltin venda, si është interesimi i qytetarëve? Mjaltën malësort e konzumojnë shumë. Shumë ma shumë se këto vendet tjera në Malëzi. Përpas do informatave do shokëve e mi, atje zakonisht njerëzit marrin 2 kavanoza, 3, 5 ma shumëtit. E këtu të na shumë e marrin mjaltën. Këta që e marrin mjaltën të vetë, edhe ka 20 kavanoza, 30 për shtëpi që e marrin. Do të thonë, ne konsumojmë ma shumë se këto vendet tjera në Malëzi. Kështu që të themi qytetarët të janë ndërgjegjësuar apo jo për këto prodhime bio dhe vendese. Po, normalisht. Mirë, po të mësojmë pak edhe për punën tuaj, sa është rritur do të përmendet numrin e bletëve, por si është zhvilluar ndër vite puna juaj në bletari, sa keni shtuar do të që nga fillimi? Për vjetë shkojmë të me qëto sa ma shumë. Tash këso koshere kem mjaft rezervë, atërve shkojmë të me qëtua. Këto mbretneshat e i prolojmë vete, atër kur i prolojmë mbretneshat vetë, atër shton si pash dëshiret. Tash ne kontrollojmë vetin që mos me shtua tepër, që mos me muj me i kontrollua, se në tëna ato blet duhet edhe me i kontrollua për me artë e mjalta. Kur të pregadish bletën si lypet, ashtu mu që me pa mjalt për esaj. Kur mos mujsh me kontrollua bletën normal, atër ka me ardhë bleta e fort, ajo të bjen mjalt. E dopta ka me prunë për veti për të s'bjen zë. Përveç zhvillimit të bletarisë dhe ruajtjes së cilësisë së mjaltit, Suka Hani ka dhe planet të tjera për të ardhmen. Synimi i tyre është që këtë traditë të lidhin edhe me turizmin, duke u ofruar vizitorëve mundësinë të njihen më nga afër me botën e bletëve, procesin e prodhimit të mjaltit dhe jetën në natyrë. Në këtë mënyrë, ata shpresojnë që produktet e tyre të promovojnë jo vetëm shijet autentike të Malësisë, por edhe vlerat dhe traditat e kësaj treve. I kemë ndo plane ma nej, tash si fillim ja kem pa nis për këtu, për Malësie, për këtu bëjmë ban shqitjen, por tash dalin do ideja të reja. Edhe mendoj me të shpejt se kem u marrë me turista që vinë në Malëzi, me hotelet e njoftuna në Malëzi, që me mujt na me i furnizoa me mjalt. E kem do marrëveshje me do hotelet njoftuna, që musafirët e tyne me i marrë në fshatet tona, aty ku prollohet mjalta, në Priften, e në Koj, me pa prej ka vjen e mjalt. E besoj se ajo ka me ka suksesi kryesor, se aty ku turizmi, aty është edhe shitja me e madhe.
edhe normalisht son fitesa më e madhe. Mirë, atëherë ne ju dëshirojmë shumë suksese. Duhet të kthejmë pak sa tek nxjerrja e mjaltit, do të thotë sa kohë ju duhet që ta nxjerrni. Po tash këtu më vonojmë bela 4-5 ditë. Këto prej prifnit e prej kojet, 4-5 ditë edhe krejmë. Se tash më ndihmojnë familja edhe tonë së bashku atë nuk vonojmë. Sa i përket shitjes, është që e keni të siguruar apo sipas interesimit të Deri qytetarëve? tash e kam pa shitjen kryesore në Malsi. Tash kem nis edhe më nej. Këta që të taqën ty tash e besoj se kam e kënë shitja edhe në këto në turizëm, në këto hotelet, atër e besoj aty kam e kënë shitja edhe me mirë. Mirë, dhe për fund nëse keni një mesazh për gjithë adhuruesit e mjaltës apo edhe adhuruesit e bletëve sa i përket këtij profesioni, çfarë do ju thoni të gjithë shikuesit e televizionit Point? Adhuruesve për të bletëve, këta që merren me bletë, duhet me dash bletën. Pa me dash bletën s'mund të shmerrten mjalta. Në një kohë kur gjithçka lëviz me shpejtësi, bletët vazhdojnë të na kujtojnë se gjërat më të vlefshme kërkojnë kohë. E mjalti që sot të mbushet në kavanoz është dëshmia më e mirë se natyra dhe puna e ndeshme, kur ecin bashk japin fryte të veçanta.